Akademinë e Arteve. Kur fitoi Akademinë e Arteve ishte shumë e lumtur, entuziazmuar sepse ju duk sikur kapi qellin me dorë, por realizoi ëndrrën e saj. Pa folur gocat, unë duhet të shtoj diçka. Dhe ka marrë pjesë edhe nëpër filma. Sa filma Laura? 2 apo 3? Ka marrë pjesë në disa filma që e kalojnë numrin 3, por momentalisht 2 pritet që të publikohen shumë shpejt. Një është publikuar vitin e kaluar dhe aktualisht duke punuar akoma. Pra Laura ka një jetë aktive në fushën e aktrimit. Edhe ne jemi shumë të lumtura që e kemi këtu sot. Suela, ti je shumë e re në moshë dhe në fakt ke mbaruar duke fituar vendin e dytë në regji teatri në Universitetin e Arteve. Ke marrë pjesë në disa shfaqje. Dhe tani je angazhuar prej një muaj në Portokalli. Si ka ecur në vilin e are gjithë kjo historia jotja për të thënë dhe të rinjve që aktrimi duhet ose nuk duhet në Shqipëri, në vijat përgjithshme? Atëherë, aktrimi për mua ka qenë një ëndër, me thënë drejtën që nuk mendoja që do realizoja ndonjëherë, duke marrë parasysh edhe tregun e punës këtu në Shqipëri. Prindrit në fakt kanë qenë edhe ata pak skeptik, por kisha një këmbgulje shumë të fortë me veten time që këtë gjë duhet ta bëj sepse është gjëja që më pëlqen më shumë dhe po nuk bëra këtë, çfarë do bëj tjetër në jetë. Kështu që vendosa të konkurroj tek Akademia e Arteve. Shumë e lumtur që u rëndita e dyta në listën e konkursit dhe tani jam në master viti parë për po të njëjtën deg, pra do me thënë për regji teatri. Suela, ka pas dikush ose ndonjë person i veçantë që ka ndikuar në karrierën tënde që të ka ndihmuar, të ka dhënë dorën? Po, ka qenë Kiara Gjergji, është regjisore nga Puka, që sot në fakt ndodhet në Amerikë, dhe ajo ka qenë shtysa kryesore, erdhi në Pukë dhe vazhdoj karrierën e saj. Evidentoi. Po, më evidentoi aty në konkurs, keni bërë konkurs. Kam punuar me të gjatë verës që kur të vija për konkurs të isha gati dhe ti kisha gjërat, do të thënë ta dija se si funksionon dhe ti isha e sigurt në ato që do bëja. Prindrit janë të lumtur tani që ti zgjidhe këtë rrugë. Tani janë shumë të lumtur dhe më ndjekin gjatë gjithë kohës dhe janë shumë krenar. Po eksperienca jote si kështu që ke marrë pjesë nëpër reklama të ndryshme të ka ndihmuar? Patjetër që po. Më ndihmon sepse jam më nëse futesh në këtë gjë, për shembull dhe për të bërë reklama, është zëre sikur ke bërë hapim përfundimtar apo jo? Jo. Gjithmonë duhet punosh. Janë eksperienca të ndryshme, po. Po vetëm se të ndihmojnë. Patjetër që po, të ndihmon, je më e lirë për kamerën dhe krijon kontakte më shumë. Absolutisht, sa më shumë njerëz njohësh, aq më e mirë është për ne, sepse krijon miqësi me dikush të merr pastaj në një projekt tjetër dhe kështu ndërton avash hapat e tu për karrierën tënde. Atëherë për ta përplotësuar, duhet të vazhdojnë vajzat dhe djem për aktrim, për regji, për film sot? A ka treg për këtë element? Se ne kemi dashur t'i japim një hapësirë në labirint kësaj teme. Tani për mua personalisht, nëse flas si aktore, unë nuk e konceptoj dot jetën pa artin. Të them të drejtën, pra ke pasion përveç profesion. Po. Kështu që në Shqipëri është pak problem, Gjoj, është goxha e vështirë dhe arti ka problematika të mëdha. Në teatr, në kinematografi, në televizione, problematika të mëdha. Ti mendon që duhet të kesh njohje të jashtëzakonshme për të aktivizuar në rol në teatr ose në film? Jo, në fillim duhet të kesh shumë talent, duhet ta kesh shumë pasion. Mendon që talenti është në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e dikujt në apo jo? Këtu do dilja, duhet që ta kesh patjetër shumë talent edhe shumë pasion që të merresh me artin, po në Shqipëri funksionon pak e kundërta sepse aktorët në Shqipëri vlerësohen pra matet talenti me followersat e Instagramit. Dhe kjo nuk është e frikshme, por kjo është shumë e dhimbshme. Po më di që Laura ka refuzuar një rol. Shiko, Eda. Kam refuzuar disa. Pra Laura nuk është ato që në vartën e Instagramit. Për shembull, unë brëm vizitova sa Suelën ndonë se është nga Puka dhe unë gjithë vajzat edhe djemt nga Puka dhe nga gjithë Shqipëria i mbështes, por vajzat nga Puka unë i dua shumë sepse janë si ujë burimi, si lajthiza e cila ne na mbështet. Kështu që kemi një lajthiz këtu të bukur dhe ajo që desha të theksoj te Instagrami, me qenë se ishim këtu, unë pash që rritja e Instagramit tonë ishte në hapa galopant nga me thënë drejtën po. Nga për një muaj që
që ti po imiton një personazh Big Brotherit. Pra, duhet të jesh personazh i një reality show për të rritur në karrierë? Me thënë të drejtën, kjo kërkesë që mua më është bërë për qenë pjesë e Portokallisë nuk ka ardhur as nga followersat e Instagramit, as nga eksperiencat e mëdha që un kam në skenë, që në fakt janë shumë të vogla duke marrë parasysh se sa e gjatë është jeta. Kuptoj. Dhe dhe kjo ka ardhur thjesht un po punoj njëkohësisht me Erdita Slanen që është aktore në Portokalli dhe me Cubi Metken që është aktore gjithashtu e Portokallisë. Ti nuk po ja le rastësisë as imitimit, normal. Do të thënë, shiko, ka diçka, çdo gjë ndodh për një arsye. Ishte koha që unë të bëja këtë gjë dhe erdhi mundësia, nuk i thash jo absolutisht. Këto pastaj Instagrami, feedbacku, njerëzit nuk më njihnin fare, sepse ka diçka. Unë sa do shfaqje kam bërë në teatr, nuk po them që kam bërë shumë, janë vetëm fillimet e mia, njerëzit nuk më njohin, sepse pjesëmarrja në teatr është më e vogël se sa ata që shikojnë televizionin ose shikueshmëria që ke në televizion nuk e ke në teatr. Absolutisht jam dakord me ty. Po për ty do doja të pyesja Laura. Te kjo pjesa, sepse vajzat e reja janë gjithmonë na thon një fjali të vogël për Instagramin edhe Laura. Tani un jam pak natyra e njeriu që nëse rryma ecën kështu, unë notoj kundër dhe nuk e kam problem fare. Nuk është se megjithatë luan shumë me Instagramin, me fotot, me paraqitjen me video. Por që mua më intereson shumë që të kem një audiencë e cila më kupton mua, kupton botën time, kupton artin tim dhe vlerëson artin tim. Pra nuk do një numër të jashtëzakonshëm, por do ata që janë të jenë tamam. Ata që më vlerësojnë vërtet për atë çka dua unë të përfaqësoj. Kisha një pyetje profesioniste. Teatri apo kinemaja? Kë vlerëson më shumë dhe a i ke thënë ndonjëherë, atë ka kapluar ndonjëherë mërzitja dhe ke thënë jo, nuk dua më, nuk e bëj më këtë punë? Po. Kanë qenë fillimet e mia kur unë dëgjoj, është si një zë i brendshëm. Pra teatri, sepse sapo u tha tani që teatri nuk ka shumë ndjekës në followers e tjerë, po çfarë ka teatri që teatri është magjik, sepse ti e direkt me publik patjetër. Është tjetër emocion. Pra është patjetër tjetër emocion, por që dhe kinematografia nuk është e lehtë, është goxha e vështirë sepse për filmin ti o je o nuk je. Pra filmi kërkon shumë spontanitet. Nëse në teatr ti punon. Përse refuzove rolin? Nuk ishe? Unë kam refuzuar disa role. Unë kam refuzuar në fakt, sidomos kohët e fundit kam refuzuar disa role dhe më vjen shumë keq ta them këtë sepse I kam refuzuar për nivel